Ulluni. Ullu, Jashar. Ullu, I bandore. Përshëndetje për gjithë të pranishmit. Përshëndetje. Tani, kam kënaqësinë që në seancën 38.936 vizë, 94.700 për 12.400 vizë 3.2. Do të hapë këtë seancë të nderuar dhe të përshëndes të pranishmit duke filluar nga miku ynë, nga unë miku, nga një shtet mik, që lësht mund të quajmë vlla. Mos u bë marak, se këto mese po korruptuone. Shtetë formimit, është nga shteti, po shteti më antik, të cilët jetojnë edhe sot e kësaj dite natyrshëm, ashtu siç kanë lind. Tani për herë të parë tu në Kosovë ka vesh edhe këmishën edhe kravatën e kështu që është shteti po që në gjuhën vendore quhen Tungungmung, po, Tungungmung do të një shtet mik, po, thank you, faleminderit, dhe gjithashtu zonjushën shërbyse e daktilografisë, përshëndes edhe zoti prokurorin dhe zotin advokat, do të palën akuzuese dhe palën mbrojtëse, dhe me pak fjalë unë kisha me fillu me seancën. Jeni të gatshëm? Zoti prokuror, keni fjalë. Faleminderit zoti gjykat. Të nderuar të pranishëm, mendoj që këtu kemi një rast klasik të një vrasës si gjak ftohtë. Si që dini dhe keni dëgju, besoj që dhe keni lexu, keni pa komunikata për shtyp për media, ky njeri këtu, ky zotri Jashar Gashi është një vrasës brutal gjak ftohtë. Protestoj! Ju lutem, të përfundoj prokurori, argumentet e veta pastaj pala mbrojtëse, ju lutem. I kemi provat, të cilat i ka pranuar dhe i ka deklaruar në polici armën vrasëse, kafën, ja këtu mund të shenjët gjithë ju lutem, me buskuq të sëndjerës, kafën e fundit nuk ka mujt as në gjystë. Dhe provat tjera të cilat qartë tregojnë se ky njeri me paramendim dhe me qëllim Protestoj! Ju lutem, zoti prokuror, me 16 shtator 1945, 2005, e ka ekzekutu të ndjerën Atifete Gashi. ju lutem, Nuk kam edhe fakte të tjera, ju lutem. sipas të cilës Qamil Batalli lindi në Prishtinë. Zoti prokuror, dhe keni gatru këmbashën, ju lutem. 2 kg patate dhe një Zoti prokuror, koncentroni dhe merr një faqen në fletët ku i mbani shënimet mos i evidenconi këtu se gruaja pas ka shku dhe shampon dhe probleme familjare, ju lutem. Faleste Jashar Gashi. Po, Vazhdoni. Jashar Gashi i lindur në Komoran, i ardhur pas luftën në Prishtinë, me datën 16 shtator 2005, rreth orës 6 mëngjesit, duke u kthyer nga puna me gjak ftoftësi, e ka ekzekutu me armën të cilën mund ta shihni të gjithë, gruan e tij tashmë të ndjerën Atifete Gashi. Shkurt, qartë, shqip. Ju jeni vrasës duhet dënuar. Kërkoj dënim maksimal 20 vjet heqje lidhje. Protestoj! Ju lutem, Kaq kisha përfundoj. Ju lutem me respekt, zoti advokat. Fjalën tuaj. Faleminderit zoti gjyqtar. Ju lutem. Gjitha akuzat që i bëri zotëria i nderuar prokurori, asnjëra prej tyre nuk qëndroi. Nga që klienti im nuk është vrasës gjak ftohtë, as vrasës serik. Është hera e parë në jetën e tij që ka vrarë atë aksidentalisht në mbrojtje të nderit familjar dhe pragut shtëpisë, do të thoja. Zotëria që ka qenë prezent, edhe që mund të thrasim edhe si dëshmitar në të ardhmen,
ka ardhur me pushk në shtëpinë e zotit Jashar. Ka qenë duke pirë kafe me të shoqen e tij. Kurse Jashari këtë rastisht e ka hap frigoriferin edhe ka marrë të kanaçe Coca-Cola. Ka fillu ta pi, që kur nuk e kanë zënë gjumin në orën 6 të mëngjesit, ai ishte sakt. Kur i doli gjumi shumë herë, edhe filloi ta pi një kanaçe Coca-Cola, edhe dëgjoi zhurma në dhomën e tij. Për këtë, s'keni nevojë të përgjigjen ju, do ta pyesim të E pandemën. mori pushkën e tij, edhe e vrau të shoqen. Faleminderit. Do ta çoni aksidentalisht një vrasës, një vrasje. Ju lutem, faleminderit. Ju përfunduat fjalët tuaj dhe ju në bazë të këtij konkludimi që kërkoni për të pandeurin. Kërkoj që të lirohet, të mbahet i lirë në hetime. Faleminderit. Tani të nderuar të pranishëm, tani kërkoj fjalën e fundit të pandeurit. I pandeur. Ti. I pandeur. Ngritëm kanë. Ti, ngritëm kanë. I pandeur. Ngrit dorën dhe përsërit pas meje. Pas meje. Jo, me përsëritat që tham unë. Jo. Të lutem, do të thuash të vërtetën. I pandeur, dëgjon me vëmendje dhe përsërit atë që tham unë. I pandeun, dëgjoj me vëmendje dhe përsërit atë që them unë. Shë çfarë kryen i di. Ju lutem. I pandeur. Zotë advokat. Prandaj thash që është vrasje aksidentale. Jashar, vetëm e ndëgjën, nuk flet ti. Tani duhet të betosh dhe do të thuash të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Mënyrë më sinqert. Na thuaj të vërtetën. Si ndodhi e tëra kjo ngjarje të cilën ne po e gjykojmë tani? Të vërtetën apo? Vazhdo. Jem korë në salën, këtu najtë ka ora në lejtë e gjysë 11 e natës, ku i nëzëjtës leka të bo musku, edhe më bo... Rregull. Ushtroj është donat që shtu asane. Edhe ushtrova në gjysë orë një orë, edhe marë ushtrina, këtu këshyrë filma, mizat e morë kësë e prasë. Salë, bëllë mirë të najtë, grëja eshtë anë në atë dhomë tjetër, të najtë, u silke në për salon e kuzhine, se anë ne se kretë, orë më kesh kodë gjumi ka 11 e gjysë 12, 45 disa konë saktë, edhe konë fletë, ka marrë gjumi në salon. Edhe gjomë ma njerës dhe në më të fonda, gjumi o gjysa dekës, a den gjys dekë, gjys gjallë, zdijet, kur bjenë me fletë, nuk den atë që është nesë që. Vazhdo. Po, dhe. Edhe, kur kanë 5 e gjys 6 sabaj që duve, shot dhe i kënë kohë, një ishe do kënoj sa të kënu të bëjë, ndurë gjumi rep për qova, kur i një do të shtëna me zokësi, vam në shpetar. Edhe qona shkoj kësho grunë në 7 milionin, me shokun e grus një farë shokë. Ato e nefsha, a e kështë marrë të kalashën e kështë ljonë që të ditasë. Do thotë ju thoni se kjo armë është e të ndjerit, nuk është armë e ju. Pa, është e të ndjerit, jo, e të ndjerit. Nuk është i ndjerit. E zotnit. Pa, e zotnit, që është, pa. E kur është që të kalashin, e që këshin pi kafe dët, e këshin bo kejt, Po mirë, kjo kanaqe, kjo... Po, që ke kuqja, Po. që të kuqin e unë e kom marrë, kur jem të Në cilën kohë, kur e ke marrë të këte? Kur jem të që ka 6, të kënë 6 e 10 në 7. Atër kur i dëgjove këto klithma, këto pastirma, të dhe të... Pa te me flatit vetën shkova, e qela frizën e morra, e piva, edhe te kom pi tenë s'ka e ketë që të kanë të kuqë. Duket që të rast. Po, edhe kom shku me po me kënë është gruja, kur isha ata dy, isha që të kalashin një shkon, ato e ka pas mena. I gatshëm, po i gatshëm. E kom grejt që ato, kran që ato, këllpilje që të që përshu, dhe i kom Po mirë. në ngrusë. Po mirë, pse e vrave gruan tante dhe jo shokun e gruas? Pa, nuk jam ma nështë qatë më dalë sa duk në beti zoti qauke, gjyshtar. Se me pa vro burrin, atë u do është donat me vro ka një. Kështu që e vrova grunë dhe mos s'kom të lashe me vro një.